Shkatërrimi i pashmangshëm i shoqërisë së sotme njerëzore që po afron. Si do të ndodh? Çfarë duhet bëjmë që t'i mbijetojmë shkatërrimin e Armagedonit? Në lidhje me pjesën e parë, tani le të shpjegojmë me hollësi se çfarë është me të vërtet Armagedoni. Një ngjarje pazakont, e cila vijon menjëherë mbas shtrëngimit të madh, të cilën e përmendëm gjerësisht në pjesën e parë, edhe pse ardhja pakthese shtrëngimit të madh ose më mirë do ta shtrivan vazhdueshmërinë e saj me Armagedonin, i cili është ndodhia finale që do të ingranohet kundrejt kësaj shoqërie njerëzore të pakdhëndur, ndryshe nga Armagedoni. Ky shtrëngim, thot Bibla, nuk ka ndodhur ndonjëherë në të shkuarën dhe nuk do të ndodh kurrën e kurrës në të ardhmen. Nga ana tjetër, pse Armagedoni është përmendur vetëm një herë në Bibël, në librin e zbulesës, kapitulli 16, versi 16, një stil i njëjtë Armagedoni u implementua me të njëjtin stil në klapa shkatërrimin e njerëzimit rebel, gjatë përmbytjes së madhe në kohën e Noes, sigurisht ashtu siç e kemi përmendur biblikisht, Armagedoni do të godas menjëherë mbas këtij shtrëngimi të madh, dhe më në fund, me të njëjtin stil, si tret do të përsëritet edhe një herë kur 1000 vjeçari, periudha e paqes do të përfundojë. Një periudhë ashtu siç e kemi përmendur, do të nisë menjëherë mbas Armagedonit. Pjesa e parë që ne e kemi publikuar flet për shtrëngimin e madh me gjerësi, prandaj duhet të kuptohet pjesa e parë që të kuptohet pjesa e dytë kur ka të bëjë me Armagedonin. Tani, periudha e paqes gjatë këtyre 1000 vjetëve, duke folur mbas Armagedonit, mbasi Armagedoni e ka bërë shkatërrimin e tij, është përdorur për të shkatëruar këtë sistem të sotëm gjërash, direkt po flasim për 1000 vjetit që fillojnë direkt mbas Armagedonit. Kjo është një periudhë ku mbijetuesit e Armagedonit dhe të ringjallërit e drejtë dhe ata të padrejtë në përputhje me librin e veprave në shkrimet greke, sepse ringjallja në Bibël përmendet jo një herë ose dy, po 40 herë dhe duhet kuptohet në mënyrë të tërthort, sepse njerëzit bëhen confuse rreth kësaj pike. Kjo do të do të zhvillohen drejt për drejt njerëzimi do të zhvillohet drejt për drejt për sosmërisë mendore në atë kohë, gjatë këtij 1000 vjeçari, dhe asaj fizike. Njeriu gjatë 1000 vjetëve do të harrijë të bëhet i përsosur, po do të marrë 1000 vjet që të arrisë përsosmërinë fizike dhe atë mendore, diçka që shkon përtej kuptueshmërisë dhe konceptit njerëzor të papërsosur sot. Prandaj do të marrë edhe një herë 1000 vjet për njerëzimin që të arrijë përsosmërinë, e cila nuk do t'i bindet më në një farë kuptimi pozitiv plakjes, smundjes dhe vdekjes si armiku i fundit i njerëzimit. Domethënë vdekja edhe një herë në Bibël quhet armiku i fundit i njerëzimit që do ta zgjesohet një herë për gjithmonë. Tani pyetja është, sa kohë do të jetë në forcë apo pushtet në një farë mënyrë shtrëngimi i madh? Domethënë shkalla përpara Armagedonit. Ky shtrëngim mund të marrë disa vite nëpërmjet procedurës apo përmbushjes profetike. Nga ana tjetër, domethënë është ndryshe me Armagedonin, nga ana tjetër Armagedoni do të jetë një çështje disa javore dhe jo më shumë. Diçka që ne do ta shpjegojmë pse. Përse? Le ta shpjegojmë këtë pikë në një mënyrë për të mos e harruar lehtësisht. Armagedoni si fjalë përmendet vetëm një herë në Bibël, në librin e zbulesës, kapitulli 16. Duhet kemi parasysh në Bibël, diçka që përmendet më pak se 2 herë është simbolike, dhe ajo që është më tepër se 2 herë më tepër, është literale,
që është ashtu do të ndodhi ashtu siç përshkruhet, kurse simbolikisht ka kuptim tjetër. Prandaj Armagedoni përmendet vetëm një herë edhe si fjalë është simbolike dhe le ta kuptojmë. Armagedoni është një fjalë edhe një herë e cila në hebraisht quhet mali i Megidos. Ky thjesht është një vend simbolik, sepse në lindjen e mesme nuk ekziston një mal i tillë. Në të vërtetë, ky emër lidhet drejt për drejt me luftën e ditës së madhe të Perëndisë së plotfuqishëm. Kjo term aplikohet veçanërisht tek gjendje apo situata ku mbretërit ose qeveritë e sotme në të gjithë tokën do të mblidhen për ta kundërshtuar Jehovanin dhe mbretërin e tij, ose më mirë qeverinë e tij të themeluar qellore me Jezu Krishtin apo Mikaelin si mbretin e asaj të pranishëm pushtet. Si do të zhvillohet apo më mirë si do të zhvillohen këto situata që do t'i udhëheqin qeverit e tokës drejt Armagedonit. Ashtu si shtrëngimi i madh u shkrep me shkatërimin e fesë së rreme anë mban tokës, domethënë shkalla para Armagedonit, shtrëngimi i madh, Armagedoni do të shkrepet nga një sulm implementues kundër organizatës së dukshme të Jehovait, e themeluar dhe e lokalizuar mbi 240 vende këtu në tokë. Nëse ky sulm kundër njerëzve të zgjedhur të Jehovait nuk ndodh, atëherë nuk do të ketë Armagedon. Edhe një herë, biblikisht, profetikisht, nëse ky sulm kundër njerëzve të zgjedhur të Jehovait nuk ndodh, atëherë nuk do të ketë Armagedon. Në librin e Zekeris, kapitulli 2, versi 8, Perëndia thot: kush ju prek ju, prek beben, ose beblen, mund ta themi nga jugu, e syrit tim. Zemërimi do të më vinë në majt hundës dhe unë do t'i eliminoj armiqtë e mi nga faqja e dheut një herë për gjithmonë, thot Jehovai. Kjo ngjarje profetike do të materializohet kur të gjitha qeverit anë e mban botës së njerëzimit sotëm, sigurisht, do të bëhen në një mendje dhe një linjë mendimi. Do të bëhen një në mendje. Për këtë, por këtë herë, ata do të frymëzohen në një tjetër mënyrë të drejt për drejt nga Satana djalli dhe bashkëpunëtorët e tij, ose engjëjt e rrëzuar në kohën e Noes ose demonët. Përcaktueshëm, ata do të sulmojnë shërbëtorët e Perëndisë vërtet dhe kjo ngjarje do të inisjoj ose apo nis luftën frymore në Armagedon ose të Armagedonit. Ju këshilloj të lexoni Ezekielin kapitulli 38, versi 10 deri në 12, edhe versi 21 deri në 23. Ka të bëj saktësisht vetëm me ngjarjen e Armagedonit. Kjo ngjarje do të rishtasi do të jetë në harmoni me një tjetër profesi në pritje, të cilin qeverit do ta shpallin si slogan, e cila është paqe dhe siguri. Prandaj qeveritë e sotme do të vinë me një slogan mbas shtrëngimit të madh që do të shpallin paqe dhe siguri. Letra e parë Thesalonasve ose Salonikasve, mund ta themi, se unë e kam nga anglishtja, më ndërhyn anglishtja gjithmonë. Kapitulli 5 versi 3 thot: kur ata të thonë paqe e siguri, atëherë një shkatërrim i papritur do t'i glabëroj, njësoj si një grua kur e mbërthejnë dhimbjet e lindjes, dhe ata nuk do t'i shpëtojnë këtij shkatërrimi. Po, meqense këto qeveri nuk patën sukses, nuk u ndihmuan apo dolën nga situata e nder duke i glabëruar apo rrëmbyer pasuritë monetare dhe pronat e shumta të fesë me synimin për t'i mbyllur xhepat e tyre të shpuar, si vijim, ata do të vendosin të dalin me një ide tjetër paqe dhe sigurie me qëllim për të paqësuar shqetësimin mendor dhe emocional të popujve ku ata po i udhëheqin.
Do më thënë ti vën njerëzit në gjumë, sepse njerëzit, sidomos para Armagedonit, do të rebelohen jashmase, do t'jenë të acaruar, dhe ata duan t'i qetësojnë ata, me këtë slogan paqe dhe siguri. Një shkëndi e fuqishme profetike do të harmonizohet njëkohësisht me këtë situatë e cila do të nisë menjëherë mbas shtrëngimit të madh, ose shkatarimit fesë. Dëshmimtarët që e kanë, ose më mirë që kanë qenë, duke predikuar këtë lajm të mirë të qeverisë qiellore të Perëndis me Jezu Krishtin si mbret mbi 150 vjet. Kjo është tema e Biblës, mbretëria qiellore e Perëndis, është tema e gjithë Biblës. Edhe këta dëshmimtar e kanë predikuar mbi 150 vjet, duke filluar në Amerikë, këtë temë. Ata nuk do ta shpallin më këtë lajm, këtë temë, si lajmi mirë të mbretërisë. Po, dëshmimtarët do të ndalojnë ta shpallin lajmin e mirë si lajmi mirë, në përputhje me kohën tepër të shkurtër që do të mbetet, dëshmimtarët do të predikojnë një temë tjetër. Cila është kjo temë? Kjo temë do të jetë lajm shqetësues në lidhje me shkatërimin që po afron kundrejt kësaj shoqërie rebeluese njerëzore të pranishme ose botës së njerëzimit në tërësi. Ky predikim anë mban tokës do t'i shqetësojë të gjitha qeveritë sotme në mënyrë të menjëhershme. Ky lajm me temë shkatërrimi, do të thënë që do të shkatërohet ky sistem gjërash, kjo do të jetë tema, do të tingëlloj në kundërshtim me sloganin e qeverive, që kush është, e tham edhe një herë, slogani këtyre qeverive që të qetësojnë popujt e tyre është paqja dhe siguri. Do të thënë, kur ti shpall shkatërimin e këtij sistemi gjërash, e kësaj shoqërie njerëzore, ti shkon kundër sloganit që qeveritë e kanë ngritur, paqe dhe siguri. Do të ketë paqe dhe siguri, ne ju premtojmë paqe dhe siguri, kurse ky predikim i shkatërimit është kundër këtij slogani, paqe dhe siguri, sepse nuk do të ketë paqe dhe siguri. Është gënjeshtër, është brekock, thot libri i zbulesës. Por shkatërimi është profetik edhe është i vërtet që do të ndodhë. Si vim, të gjitha qeveritë pa përjashtim të nxitura nga pushteti i Satanat djallit dhe demonëve të tij do të mobilizohen si një trup i vetëm, duke qenë të vendosur në një mendje dhe linjë mendimi për t'i sulmuar dëshmimtarët që shpallin këtë lajm kundër tyre si formë shkatërrimi. Do më thënë, këta po e predikojnë këtë lajm, po e mësojnë këtë lajm shumë njerëzve që është lajm për shkatërimin e kësaj shoqërie njerëzore. Tani pyetja ende qëndron. Si do të zhvillohet Armagedoni në mënyrë të plotë? Në Bibël, lidhja midis arit dhe argjendit me zogjt përmendet 4 herë. Ezekieli, në libri i Ezekielit, kapitulli 7, versi 19 thot: ata do ta hedhin argjendin në rrugë dhe floriri do të bëhet diçka e neveritur. As ari dhe as floriri do të munden t'i shpëtojnë ata në ditën e zemërimit të Jehovait ose në Armagedon. Ne kemi multi-billionaires, miliarder, që kanë arë, kanë çdo gjë, nuk do t'i shpëtoj legu i tyre. Pse? Do t'a shpjegojmë me hollësi. Kapitulli 39 i Ezekielit, tani nga 7 shkojmë te 39, flet në mënyrë të zgjeruar rreth zogjve se si ata do ta konsulmojnë mishin e këtyre udhëheqësve botror dhe pojpujve që ata drejtojnë. Libri i zbulesës tani, në kapitulli 19, versi 17, 18 dhe 21, thot në lidhje me zogjt në Armagedon: dhe unë pash gjithashtu një engjëll duke qëndruar sipër diellit, dhe ai thorret me një zë të lartë, dhe u bën thirrje të gjithë zogjve që fluturojnë në mes të qiellit: afroni këtu së bashku tek mbrëmja e madhërishme e Perëndis, dhe kënaquni duke u ngopur me mishin e mbretërve dhe mishin e oficerëve të ushtrive dhe mishin e njerëzve me pushtet, me mishin e kuajve dhe atyre që i kanë hipur, dhe me mishin e të gjithë të tjerëve, atyre që janë të lirë dhe skleverve, të vegjëlve dhe të mëdhejve. Por kusuri që ngeli pas
pas u vra nga shpata e gjatë që doli nga goja e tij, që ishte ulur në kalin e bardhë. Dhe të gjithë zojt u ngopën me mishin e tyre. Domethënë kur në Armagedon të gjithë do të vijen në gjumin e vdekjes, 99.9% popullsisë, duke u përmendur si të varfrit, si të pasurit, si ata që hypin në kuaj me kuajt e tyre në një farë kuptimi, zojt janë prodhuar nga Perëndia me shumicë zojt mishngrënës për të konsulmuar trupin e këtyre kësaj sasie të madhe njerëzish. Ka shumë kuptim pse zoj duhet ta konsolmojnë këtë. Le ta përmendim. Menjëherë mbas sulmit të qeverive, anë mban botës, kundrejt shërbëtorëve të Jehovait këtu në tokë, Perëndia i vërtet do ta godasi vlerën e monetarizmit ose lekut, duke ja ulur vlerën në zero. Kur leku nuk ka më vlerë, si vim, kush do t'ja di më që të shkojë të punojë në supermerkat, në magazina, spitale, teknologji, polici, elektricist, teknik, interneti e kështu me radhë, duke përfshirë shumë institucione dhe industri bashkë me fermerë dhe blegtor. Po, e gjithë shoqëria njerëzore do të përmbyset brenda një kohe tepër të shkurtër. Për shembull, nëse i heqim vetëm energjinë elektrike shumë shtëpive dhe apartamenteve në ditën e sotme, njerëzit nuk mund ta shkarkojnë tualetin sepse pompa që e mbush depozitin e saj me ujë nuk punon. Nëse njerëzit nuk kanë më internet, ata do të acarojnë jashmase. Kjo do të ndodhë pa diskutim dhe biblikisht si pasojë nga mungesa e këtyre shërbimeve elementare do të shpërthej një anarki në rang botror, anarki që është profetizuar në librin e zbulesës, kapitulli 6, versi 4, mund ta lexoni. Edhe pse ky përshkrim përfshin një situatë botrore me një gradualizëm i cili nisi me luftën e parë botërore më 1114 të erës son, i cili zgjat deri në Armagedon, anarkia ndezur në mënyrë të menjëhershme. Në Armagedon nuk do të ndodh e lokalizuar vende, siç ndodhi lufta e parë botërore, por përkundrazi në çdo cep të tokës. Po nuk do të ketë asnjë qoshe në tokë ku njerëzit mund t'i shpëtojnë kësaj anarkie të egër e të pashpirt me ndikueshmëri 100% e cila do të sjellë një vdekje të sigurt. Padyshim, shkrimet me qartësi theksojnë se në kohën që po afron apo në Armagedon, shumica e njerëzve do të vdesin më tepër në numër nga dora e njëri tjetrit ose duke vrarë njëri tjetrin, asgjësuar njëri tjetrin, eliminuar njëri tjetrin, se sa nga engjëlli i Jehovait. Le të kuptojmë se në librin e Isais, domethënë që e kemi, më duket se e përmendëm dhe në pjesën e parë, një engjëll vrau 185.000 ushtarë asirian brenda një nate e asgjësoi fuqinë e dytë botërore që ishte Asiria. Një engjëll. Ashtu u asgjësua edhe fuqia e parë botërore kur deti i kuq u hap, engjit e hapën detin e kuq. Që kur ushtria e faraonit shkojnë në mes të detit hapur, dallgët u përplasën, erdhën mbrap, deti u afrua prap, e gjithë ushtria u asgjësua. Si fuqia e parë botërore e Egjiptit, si fuqia e dytë asirie u asgjësuan nga engjëlli i Jehovait. Tani, aq më tepër, në Armagedon do të aktivizohen jo një engjëll, po me miliona engjëj që në radhë të parë të mbrojnë mbjetuesit e Armagedonit dhe në të njëjtën kohë do të shfarrosin kusurin e mbetur nga asgjësimi i anarkisë si njerëzim rebelues. Po, pa diskutim, në Armagedon do të vihet në gjumë, ose do të vihen në gjumin e vdekjes 99.9% e popullsisë globit. Kjo është profesi dhe do të përmbushet 100%. Në përmbytjen e Noes, apo në Armagedonin e parë, simbolikisht duke folur këtu, e kemi theksuar që nuk quhet Armagedon, po përmbytje e Noes, po e kemi konsideruar si stil, meqense ka të bëjë me shkatërimin e njerëzimit, vetëm 8 persona në përmbytjen e Noes mbijetuen. E gjithë ajo popullsi globale u mbyt. Ky është një fakt i pamohueshëm, e njëjta gjë do të ndodhë në Armagedon dhe mbas 1000 vitesh në provën finale apo Armagedonin e tretë, duke
folur simbolikisht si i tillë, përsëri, vetëm një pakicë do të mbjetoj. Edhe pse njerëzimi në fund 1000 vjetëve ka arritur përsosmërinë mendore dhe fizike, ashtu siç ishte Adami dhe Eva, ana e tyre frymore është e dobët dhe të inspiruar apo të nxitur nga Satana djalli dhe demonët e tij, të liruar për një kohë tepër të shkurtër, sepse për 1000 vjet, prandaj quhet 1000 vjeçari i paqes, që shumë gjëra do të zhvillohen në mënyrë pozitive. Në të njëjtën kohë Satana djalli dhe engjëjt e tij u burgosën, ishin pa influencë, ishin të izoluar, ishin jo aktiv, të burgosur, si një burgosur thellë në qeli nuk ka mundësi që dalë jashtë, ashtu ishin dhe demonët. Por tani janë liruar vetëm për një kohë të shkurtër, ku këta engjëj të liq ta tundojnë dhe vënë në provë atë popullsinë vijim. Domethënë, për shembull sot ne kemi popullsia e tokës është 8 miliard. Në atë kohë ne nuk do të ketë vdekje, por kemi 29 miliard njerëz që janë gjumin e vdekjes. Edhe ata do të shohen nga gjumi, por do të kemi mbjetuesit e Armagedonit, që do të kemë fëmijë. Popullsia në fund 1000 vjetëve, nga kur s'ka vdekje, mund të arrisi 80 miliard. 10 herë më shumë se sot. Tani, si pasojë njeriu, edhe pse i përsosur në atë kohë, se do të arrisi përsosmërinë, do të bjerë pre e këtij tundimi të djallit dhe demonëve dhe do të eliminohet një herë për gjithmonë. Nuk ka më që të ketë kjo popullsi 80 miliard që për shembull në fund 1000 vjetëve, mbas Armagedonit, në provën finale, të ketë mundësi të bëj të shkatërroj tokën, të shkatërroj njerëzit, vrasin njerëzit, nuk do të ndodh, do të eliminohen. Të gjithë ai që e ngren kokën do iku, nuk ka mundësi që ai të bëj dëm, sepse do të eliminohet në mënyrë të menjëhershme. Është ndryshe nga sot prova finale dhe njerëzit që jetojnë në atë periudhë kohore, provet aq shkurtër. Kështu një herë përgjithmonë shumica e njerëzimit përsëri do të shuhet dhe vetëm një pakicë do të mbjetoj provën e fundit apo atë finalen, siç e përmenda. Tani edhe një herë, pse themi zojt? Po dalim te zojt. Është shumë e rëndësishme zojt. Zojt janë tepër të rëndësishëm në Armagedon. Perëndia i plot fuqishëm Jehova do të prodhoj zojt mishëngrënës, siç e përmenda, më tepër se është e mjaftueshme, me qëllim për ta konsulmuar mishin e njerëzve të vdekur, duke bërë këtë në një mënyrë tepër të shkurtër. Kështu nuk do të kishte mundësi që të përhapej ndonjë pandemi e rrezikshme për të mbjetuarit e Armagedonit. Pse përpara goditjes së Armagedonit do të ketë shenja në qiell të përmendura nga Jezui kur ai ishte ende në tokë? Kjo ishte një pyetje që më bë. Kjo është një kujtesë e qartë se fundi i kësaj shoqërie njerëzore po qëndron në buzë të greminës apo në shkallën e fundit përpara se goditja e Armagedonit ndodh. Njerëzimi në përgjithësi do ta ndjejë se fundi po afron kur shikoj këto shenja. Pavarësisht se ata nuk e shohin se si kjo do të indikonte ata me hollësi. A do t'i shkatarroj Armagedoni strukturat apo ndërtesat apo makinat, siç kemi parë në shumë filma që hapet toka, ujit i zi del. Shkatërrimi i Armagedonit ka të bëjë përgjithësi vetëm me njerëzimin rebelues, të pagdhëndur dhe mosbindës ndaj lajmit të mirë, mbi kuptueshmërinë e mbretërisë qiellore. Për shembull, kafshët nuk do të ndikohen nga ky shkatërrim. Ashtu si që ndikuan gjatë përmbyjjes së madhe të Noes, në kohën e Noes, edhe kafshët u mbytën, por jo në Armagedon. Kur ka të bëjë me ndërtesat dhe strukturat e tjera, ato do të vazhdojnë të mbeten mbas Armagedonit mundësisht ashtu siç janë, të paktën për një numër të konsiderueshëm vitesh, si diçka e dobishme për mbjetuesit e Armagedonit. Njerëzit e Perëndisë të cilët i mbjetojnë Armagedonit vinë nga industri të ndryshme dhe aftësi profesionale të shumta të cilët ata do t'i vënë ende në përdorim në lidhje me industrinë e sotme e kështu me radhë për dobinë e tyre. Kjo frym zhvillimi do të mbetet për një periudhë kohore drejt rrugës së ndërtimit të sistemit të ri,
që do të vazhdojnë në përputhje me shoqërinë e re njerëzore në vijim. Na duhen rrugët, na duhen ndërtesat, na duhet çdo gjë, na duhen turbinat ose centralet elektrike, na duhet çdo gjë. Ne s'ka pse të shkatërrohet në Armagedon. Vetëm njeriu thjesht do të shkatërrohet në Armagedon. Jo gjërat që ne na duhen për një farë periudhe kohore derisa ti bëjmë ato në mënyrë më të mirë dhe më të qëndrueshme dhe më të përsosur. Jehovai është një perëndi që inspiron apo frymëzon progres në shkencë dhe teknologji. Nuk shkon mbrapa, shkon gjithmonë përpara. Prandaj populli i tij duke u rritur me kohë në vazhdim drejt përsosmërisë mendore dhe fizike do të prodhojë dhe shpiki çdo gjë që praktikisht është e përsosur. Një tru dhe mendje përsosur gjeneron përsosmëri. Dhe për të arritur këtë përsosmëri, ne na duhet biblikisht ose na duhen më mirë 1000 vjet. Aq shumë kemi rënë nga përsosmëria. Kemi rënë 130 vjet nga përsosmëria. Më fal, 830 vjet sa i bie. 870, jo, më fal, 930 vjet nga përsosmëria. Se njeriu jeton 70 vjet edhe po përpiqesha të bëja llogarin e jetës së njeriu që 70, disa shkojnë 80, po Bibla thot 70, 1000 heqim 70 i thonë 930. Aq, 930 vjet ne kemi rënë nga përsosmëria. Prandaj na duhen 1000 vjet që të arrijmë aty, që të fitojmë, të fillojmë ta kuptojmë konceptin se çfarë do të thotë të jesh i përsosur. Sot ne kemi, domethënë siç e përmenda, kemi rënë aq poshtë dhe qëndrojmë aq larg përsosmërisë duke konsideruar këtu të gjitha aspektet e mundshme të anës fizike, ku jeta jon frikshëm me vështirësi nuk i arrin, domethënë siç e përmendëm 80-at, me zor, me ilaçe, me kështu gjërash. Prapë njeriu me këtë kufi të shkurtuar jete dhe mendjet përsosure të kufizuar gjithashtu ende vazhdon të avancojë në shkencë dhe teknologji. A mund ta konceptoni edhe një herë, të paktën deri diku se çfarë mund të bëj një mendje përsosur? Unë tani për tani nuk mund ta konceptoj dot personalisht. Shkon përtej kuptueshmërisë time, por është profesi që ne do të arrijmë përsosmërinë dhe çdo gjë tjetër do të ta bëjmë përsosur. Tani për ta shijuar privilegjin e arritshmërisë së kësaj përsosmërie në pritje, kryesorja është çfarë mund të bëjmë ne që të pranohemi si nënshtetas i popullit të Jehovait apo turmës së madhe e përshkruar te Zbulesa 7, kapitulli 7, versi 14 dhe me të njëjtin ritëm ti mbijetojmë Armagedonit. Është mirë që të lexohet Zbulesa 7:14 për mbijetuesit e Armagedonit. Së pari, ne na duhet mësojmë kuptimin e mbretërisë apo qeverisë qiellore të Perëndisë në mënyrë që të pranojmë si nënshtetas të saj. Kush mund të na ndihmojë për ta kuptuar esencën e saj ose e kësaj teme biblike në mënyrë të tërthort, jo ciptazi, po të tërthort strukturën, kuptimin e kësaj mbretërie është diçka shumë e rëndësishme. Nuk ekziston asnjë fe apo religjion që e ka iden më të vogël të kësaj qeverie qiellore. Edhe papën ta pyesni, mbas disa fjalësh ai ran out of words, nuk ka çfarë të thotë, se nuk e ka konceptin se çfarë është kjo qeveri. Apostulli Pavel e theksoi këtë pikë në librin e Romakëve, kur ka të bëjë me predikimin, duke i rreshtuar thënjet e tij frymëzuese, duke i nisur ato shprehje nga e fundit, e duke përfunduar tek e para. Është shumë e rëndësishme që dhe juve ta lexoni dhe ta analizoni këto thënie në librin e Romakëve të kapitullit 10, nga versi 13 dhe 15, i cili thotë: kushdo që thërret në emrin e Jehovait, kush thërret në emrin e Jehovait do të shpëtohet, thotë. Pa thërritur në këtë emër nuk ka shpëtim. Por thot, si do të thërrasin ata në emrin e tij nëse nuk kanë besim tek ai? Besimi.
para se të thrasësh në emër, por si do të besonin tek ai kur ata nuk kanë dëgjuar as pak rreth personit të tij. Domethënë, po nuk ndëgjove rreth atij, nuk do të kesh besim tek ai dhe nuk mund të thrasësh në emrin e tij. Prap, po shkojmë tek e para nga e fundit, por si do të dëgjonin rreth personit të tij kur askush nuk ku ka predikuar për të. Domethënë dikush duhet i predikojë këtyre njerëzve rreth personit Jehovait. Por si do të predikonin kur askush nuk i ka dërguar ta bëjnë këtë detyrë? Domethënë ai që do të vi ta predikojë këtë lajm është i stërvitur, është i mësuar vetë, është i pajisur me këtë njohuri dhe mençuri që të vi ta japi në mënyrë predikuese këtë lajm. Po nuk ishte i stërvitur, ai nuk mund vi dot në derën tënde, se nuk ka siguri. Ashtu siç është shkruar, sa të bukura janë këmbët e atyre që deklarojnë lajme të mira për gjëra të mira. Pra Pavli thot, sa të bukura janë këmbët dhe jo goja e atyre që i deklarojnë këto gjëra. Nuk thot, hajde ti në kishën time të predikoj unë ty. Thot, këmbët, se këmbët, thot Pali, duhet shkojnë tek ty, duhet të vinë tek ty personalisht në shtëpinë tënde, trokasin derën tënde, duke treguar interes vetjak tek ty me këmbë, dhe nuk thot goja e atyre që deklaron këto gjëra, po thot këmbët janë të bukura. Tani pyeti qëndron. Edhe një herë, kush u ka shkelur në derë me vite duke ju sjellur lajmin e mirë të kësaj mbretërie apo qeverie qellore, e cila është tema e 66 librave të Biblës ose më thjesht Biblës? Të njëjtit njerëz që ju kanë shkelur me vite në derë janë ata që do t'i mbijetojnë shtrëngimit të madh dhe Armagedonit. Vetëm këta njerëz do t'ju ndihmonin personalisht dhe individualisht për të mstruar strukturën e kësaj qeverie qellore, e cila do të na udhëheq nga ky sistem i vjetër e i papërsosur drejtër jut në vijim. Madje pa eksperimentuar dhimbjet e armikut të fundit, vdekjes. Nëse ju nuk dorëzoheni dhe i kapërceni gurët e pengesave që do t'ju hidhen pa diskutim para këmbëve tuaja, duke filluar nga antarët e familjes dhe atyre të ashtu quajtur shok apo shoqe, si rezultat, kjo njohuri e fuqishme dhe e pathyeshme do të bëhet siguria juaj, veçanërisht kur të ballafaqoheni me fundin e pakthyeshëm të këtij sistemi të pranishëm që po vdes drejt Armagedonit. Faleminderit.